Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të ndodh? Mendoni personin tuaj të zemrës. Dhe do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të ndodh për 24 orë? Çfarë do të ndodh për 24 orë me personin tuaj të zemrës? Të ndodh një lajm i gëzueshëm. Me personin tuaj të zemrës për 24 orë ju të festoni, sepse ju keni këtë rrot fati që ju ndihmon në këtë gëzim të madh, në këtë surprizë fantastike që ju bëhet për 24 orë. Lajme, mesazhe, lumturie në qiell të pastër vijnë tek ju për 24 orë. Dhe ky mashkull vin drejt jush me këtë kuror dafine, sepse ky është një biznesmen që gjithmonë pret anijet e tij të mbushen. Me ty ai ka gjithmonë dritën, pra ty të shikon si një dritë, si një fener ndriçues, është shumë i dashuruar me ju. Mbreti i kupave tregon që ky person është një person që është shumë i dashuruar me ju. Dhe me ju do të filloj një kapitull të ri, duke lënë mbrapa gjithë gjërat negative që ka bërë, gjithë çmendurit dhe të vi drejt jush i gëzuar për të bërë këtë festë të madhe, për të festuar së bashku, sepse letra e diellit më tregon që ju do të keni një transformim në jetën tuaj. Ju shikon si kjo mbretëresh e shkopive, si një femër intelekte, si një femër të dashur që i fal gjithmonë dashuri dhe gëzim shpirtit dhe zemrës së tij. Letra e diellit është një letër pozitive e tarotëve që tregon që përveç transformimi që do bëhet në jetën tuaj, ju do të keni dhe një ndryshim statusi në jetë. Pra, do të keni një konsolidim të lidhjes tuaj. Me kë rezonon kjo energji? Me këshën, me gaforen, me demin, me binjakët, me vigjëreshën, me peshorën, me britsjapin dhe me akrepin. Kurse me gërmat e alfabetit, një emrit apo të emrit, D, M, Q, S, F, Sh, C, D, G, O, N, L, H dhe gërma G. Po marrim dhe bë. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.